prezantohet në vatër Fanoli Rebeli, vëllimi i dytë nga Ilir Ekonomi, vëllimi i dytë i teologjisë Fanoli Rebeli nga studiosi Ilir Ekonomi, i cili sjell fakte të papublikuar më parë, u prezantuan në New York në kujdesin e Federatës Panshqiptare të Amerikës. Vatra zgjohet si vendi i këtij aktiviteti për shkak të lidhjes së ngushtë të Fanolit me këtë organizatë, të cilën ai bashkëthemeloi 113 vjet më parë me patriotë si Faiko Nica, Kristof Loqi, Llambi Çikozi, Elia Tromara, Kristof Kirka, Naum Cera, Koço Kota dhe Pascal Aleksin. Prezantimi morën pjesë një grup vatranësh përfshirë sekretarin e Vatrës, doktor Pashko Cama, editorin e Diellit Sokolpaja, editorin e versionit anglisht Rafaela Prifti, antarin e Vatrës Ilir Cupi dhe disa aktivistë kolegë të tjerë të komunitetit. Ngjarja u hap me fjalën përshëndetse nga Mik Prici, Sokolpaja, editori i Diellit, më pas gazetari i Zërit të Amerikës Jack John Leka i foli për triologjinë e punën e palodhët të autorit Ilir Ekonomi, prezantimin drejtuar nga Sokolpaja në formën e një bashkëbisedimi. Ky eveniment bëhet 2 javë para promovimit të librit nga Dega e Vatrës në Boston. Gjatë bashkëbisedimit, pyetje dhe komente u bën nga doktor Pashko Cama, Aslan Bursati, Rafaela Prifti, Age Vezaj, Nureddin Seci, Ramadan Gashi, Jack John Leka, Klara Buda, Valdete Cenalia, Jurgen Vladje, të tjerë aktorë, interpretuesi, instrumentist dhe recituesi Shaban Lajçi, me shumë pasion interpretoi pozinë e Nolit Anës Lumeve. Ilir Ekonomi diskutoi për aspektet të reja të jetës Fanolit dhe çanërisht për periudhën intensive 2024, ku Noli u shndruar në një figurë fetare dhe patriotike në një formator politik. Ai përmendi disa prirje të Nolit dhe bolshevizmit, përfshi një dokument të vitit 23 i cili tregon interesin e Nolit për sistemin bolshevik gjatë vizitave në ambasadën sovjetike në Vjenë dhe Berlin. Gjatë bashkëbisedimit, autori foli dhe për planet e tij për vëllimin e tretë të triologjisë që do të trajtojë periudhën 25 deri në vdekjen e Nolit 65, duke përmendur sfidën e përfshirjes së një materiali të gjerë në vëllim të vetëm. Aktivitetin në Vatër u përqendrua tek lidhja e Nolit me çështjen kombëtare dhe përpjekjet e tij për ndikuar në politikën shqiptare, duke ofruar një perspektivë të re mbi rolin e tij si rebel në thojza.